Besoj e dini që YouTube ju jep një si tip reward ose si tip dhurate nëse arrini një shumë të caktuar subscribers. Për shembull, për 100.000 subscribers merrni silver play button, për 1 milion gold play button. Po çfarë dhurate duhet jep te YouTube për njerëzit që kanë më pak subscribers, si për shembull Danieli. Edhe atë do bëjmë ne sot. Kena për të krijuar një wooden play button, pra një play button prej druri, diçka e tillë, dhe do ja dhurojmë Danielit. Edhe si do arrim ta bëjmë këtë? Ose po ta menuam këtë plak. Dhe besha ka të na ndihmoj një lazer që na ka ardhur, është super blind plak, do e bëjmë unboxing së shpejti. Kështu që pa u mbërkohë ju them, shihni deri në fund këtë video sepse do jetë super, do krijojmë play button-in dhe do shkojmë t'ia japim si dhuratë Danielit për kanalin e tij të pierdhur. Edhe gjithashtu kam bërë pak mungesa sepse po rregulloj shtëpinë edhe po rregulloj dhomën time. Kështu që së shpejti do vini surprizë për ju, do rregulloj dhomën e tjera. Edhe gjithashtu na bëni follow në Instagram sepse do vinë edhe ca sfida këtu. Like, subscribe edhe shtypni zilën dhe le të vazhdojmë. Okej, kjo është kutia që do hapim tani, duket goxha e madhe plak, por jo është ajo kutia që do hapim më vonë. Nuk e di që mund të ketë ajo kutia e madhe plak. Okej, këtu poshtë lexojmë lazer, pra kjo gjoja modhe ka të bëjë me lazera, me gdhëndje, me prerje anek nej, edhe brendi është Creality Falcon Ani Pro. Okej, le të vazhdojmë me hapjen, me unboxing. Po, do e bëjmë unboxing domethënë sepse s'kemi si e shohim se çfarë është. Okej, hapëm kutinë edhe dash ka hap akoma kutia. Okej, kena nxjerr nga kutia, deri tash jena tu pa shumë ngjyra, jo shumë ngjyra, në fakt portokalli edhe gri. Pas akoma gjëra brenda, vëlla. Sa shumë gjona, pra kjo është lazeri që kemi ne. Imagjino, ky është tërë ky manual edhe ne nuk do e lexojmë. Nuk e kam idenë pse nuk e lexoj këto manualet, po që inshallah po e instalojmë si duhet. Inshallah s'po na shpërthen. Ky këtu është ekrani. Me siguri duhet lidhet me këtë këtu. Le të flasim pak për lazer. Një gjë që e bën të veçantë këtë lazer është sepse gjithë tymrat edhe çdo gjë airflow filtrohet nga një filtr ajri që do e vendosim për pak. Edhe kjo është super. Okej, deri tani kemi bërë vetëm kaq, do e instalojmë për pak. Okej, më në fund bisha jonë është gati, e kam instaluar, e kam rregulluar anek nej, i futa dhe update-in e fundit siç e shihni këtu, jo, nuk e di a e shihni ju, dhe gjithashtu kam marrë këto syzet për siguri plak. Ta shihni vetë edhe xhami është gjithanë me xham portokalli, normalisht për zbutur dritën e lazerit pak a shumë, kështu që portokalli është dhe kjo dhe unë po e shoh botën portokalli tash. Normalisht duhet që t'ja u tregoj dhe juve, po futemi ku nis kjo plak, nuk e di ku nis. Prit te files. Okej, do bëjmë këtë dizajnin e parë që e tregon, prit, nuk e di. S'po është. E shihni? Bën frame vet këtë pjesën e punës. A kupton? Shef ku është kartoni anek nej. Jam gati për ta filluar punën, ë, do e shtyp. Okej, e nisa? Këtë valla, nuk e di apo e shihni ju aty. What? Me hapësirë kaq të madhe që ka ky printer për punë, për gdhëndje, për prerje etj etj, mund të nisni biznes tuaj me personalizime, me krijime shtëpish, me krijime lodrash, zbukurime dekorative etj etj, sepse është thjesht idealja plak. S'ke çaj thua. Ktu kishim menu me boni play button, domethënë një wooden play button për kanalin e Danielit që ka 10.000 subscribers, jo s'ka 10.000 subscribers, po gjithsesi këtu vendosëm që të përdornim kamerën që të shihnim se ku ishte drasa fikse dhe ta vendosja dizajnin fiks në dras, mos dilte jashtë frame-it, edhe po tepër e lehtë për të përdorur, nuk e di domethënë, shumë praktike. Okej, siç e shihni, po bën punën e vet, pra po gdhëm këtë drasën edhe po bën wooden play button-in që do ja japim Danielit për kanalin e tij të lodhur, meqense ka kapur 10.000 subscribers. Nuk i ka kapur tash, po i ka kapur çeshkur, po ne tani na ka ardhur lazeri, kështu që s'kemi ç'bëjmë. Do flas disa gjëra për lazerin. Siç e shihni, është super inteligjent si lazer, nuk ju nevojitet të jeni profesionista, por duhet jeni të rritur edhe të kujdesshëm sepse nuk është loader plak. Siç e shihni, po mbaj syze për mbrojtje. Tu ka një emergency button. Pra këtu është një buton emergjence. Shpejtësia e këtij lazerit mund të shkojë deri në 600 mm/s. Është i zgjuar ka ekranin e tij me touch screen. Forca e lazerit është 20 watt, pra mund të punoni në drasa, në plastik, apo të ju në shumë gjona, në lëkurë, jo lëkurë aerobit, pra në lëkurë kulete për shembull, ose lëkurë kuce, a kupton? Shifeni sa super o vlla. Dal. Ua, shi si o tu e bomër bu. Lale.
Shifini qiko plak, sa super, ë? Kjo pajisja këtu mirë që gdhënd, po edhe pret plak, mund ta kishte prej këtë kartonin për shembull. Mund bëni pjesë, ndërtoni në një shtëpi për projektet e arkitekturës, a për punë, a për nuk e di për çfarë mund ta doni tjetër. Siç e shihni, kena marrë punë me silver, jo prit me wooden play button, sepse e dini ju kanali Danielit është vari lesht, se më shaka. Për mendimin tim ka dalë shumë bukur, komentoni poshtë nëse ju pëlqen. Po, çe të bëu plak? Dano, do na thushi qik sa subscribers ka arrit? Sa janë plak? 16.400. 16.400 subscribers? Po. Shit qatë kam sjell. Po jam 16.000 plak. Në plazim. Nga ana tjetër, ky lazer bën punime në shumë materiale të ndryshme, nga druri që tham më herët, pra ky që shihni këtu që kam bërë këto letrat, deri te letrat që këto si pun kartoni, diçka e tillë, keni parasysh ka punu dhe këtu i ka dhënë racën, edhe deri te kjo që është si pun rrobe, keni parasysh si pun lecke. Dhe këtu në fund kemi bërë punimin në akrilik.